Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Pa humbur kohë të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 sinjat e zodiakut për ditën e mërkur, 26 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, 26 gusht 2026. Letra e tarotit mbreti i spatave i përmbysur. Sot dash, duhet të jesh i kujdesshëm me mënyrën si po përdor fjalët, dijen dhe autoritetin tënd. Mbreti i spatave i përmbysur tregon rrezikun e kritikave të tepërta, gjykimeve të nxituara ose të dëshirës për të kontrolluar një situatë. Mund të ndihesh sikur duhet të kesh gjithmonë të drejtë, por sot mençuria që ndron te dëgjimi dhe mirëkuptimi, mos e përdor forcën e mendjes për të dominuar të tjerët. Në punë, smang konfliktet dhe fjalët e aspra. Në marrëdhënie tregon më shumë dëmshuri. Mesazhi i letrës, autoriteti i vërtet nuk tregtohet duke gjykuar të tjerët, por duke ditur kur të flasësh dhe kur të dëgjosh. Demi, letra e tarotit për këtë të mërkur, Dem, 3 kupat e përmbysura. Sot Dem, 3 kupat e përmbysura të fton të shikosh me kujdes marrëdhëniet shoqërore dhe mënyrën si po shpërndan energjinë tënde. Mund të ketë tash e theme, keq kuptime ose një situatë shoqërore që nuk të sjell më kënaqësi. Ndoshta ke marrë përsipër shumë aktivitete dhe po ndihesh i lodhur, ose e kundërta, po të mungon shoqëria dhe dëshiron më shumë afërsi me njerëzit që do. Në punë mos përfshi në biseda që mund të krijojnë konflikte. Në dashuri kërko sinqeritet dhe qetësi. Dhe mesazhi i tarotit, gjeje ekuilibrin mes kohës për të tjerët dhe kohës për veten. Binjakët, letra e tarotit për 26 gusht, dielli binjak. Kjo letër sjell dritë, qartësi dhe një ndjenjë të fortë optimizmi. Pas një periudhe ku mund të jesh i ndjerë i pasigurt ose i hutuar, tani fillon të kuptosh më mirë pse disa gjëra ndodhen në jetën tënde. Ajo që dikur duhej një si problem i pazgjidhshëm, sot mund të shihet me një tjetër perspektivë. Në punë mund të marrësh një lajm të mirë ose të ndjesh se po ecën në drejtimin e duhur. Të dashuri, letra sjell ngrohtësi, sinqeritet dhe momente të bukura. Nëse je beqar, mund të rikthehet dëshira për të dashuruar dhe për të shijuar jetën. Mesazhi i diellit, çdo periudhë e vështirë ka ciklin e saj dhe pas errësirës gjithmonë vjen drita. Sot lejoje veten të shijoj këtë energji pozitive binjak. Gaforia, letra e tarotit për sot Gafore, 6 pentakulat e përmbysura. Sot Gafore, kjo letër të fton të shikosh më nga afër ekuilibrin mes asaj që jep dhe asaj që merr. Mund të ndihesh kur po investon shumë kohë, energji ose dashuri tek njerëzit e tjerë, ndërsa në këmbim nuk po merr të njëjtën përkujdesje. Në vend që të zemërohesh, përdore këtë ndjesi për të kuptuar se ku qëndron problemi. Në dashuri mos përpiq të japësh gjithçka vetëm për të mbajtur një marrëdhënie të gjallë. Në punë vlerëso nëse përpjekjet e tua po njihen dhe po shpërblen siç duhet. Mbaj mend se jo të gjithë kanë të njëjtën mënyrë për të dhënë. Mesazhi i letrës, prano njerëzit ashtu siç janë, por mos haro se ti ke të drejtë të zgjedhësh se ku do të investosh energjinë dhe zemrën tënde, Gafore. Luani, letra e tarotit për këtë të mërkur, 6 shkopinjtë e përmbysur Luan. Kjo letër të kujton se vlera jote nuk varet nga mënyra se si shohin apo të vlerësojnë të tjerët. Mund të ndjesh nevojën për miratim, komplimente ose pranimin e njerëzve përreth, por kjo letër të fton të gjesh sigurinë brenda vetes. Në punë mos e marr suksesin vetëm me lavdërimet që merr. Edhe nëse dikush nuk e vlen përpjekjen tënde, kjo nuk do të thotë se ajo nuk ka vlerë. Në dashuri, mos e ndryshon mënyrën si je vetëm për të pëlqyer dikujt. Mesazhi i letrës, mos ta vlerësosh veten përpara se të kërkosh vlerësimin e të tjerëve. Kur besimi vjen nga brenda, mendimi i të tjerëve nuk do të ketë më të njëjtën peshë. Vigjeresha, letra e tarotit për sot Vigjeresh, 7 kupat. Dhe kjo letër të tregon se mund të kesh shumë zgjedhje përpara, por pikërisht kjo mund të krijojë pasiguri. Ti e gjen qetësinë e të gjërat e thjeshta dhe kur mundësitë bëhen të shumta, mund të fillosh të analizosh çdo alternativë pa arritur të vendosësh. Në punë mos u humb duke menduar se cila rrugë është më perfekte. Zgjidh atë që është më praktike dhe fillo të veprosh. Në dashuri, krahasimi i vazhdueshëm mund të bëjë të mos e vlerësosh më atë që ke përpara. Mesazhi i letrës, lumturia nuk varet gjithmonë nga zgjedhja perfekte, por nga aftësia për të qenë i kënaqur me zgjedhjet që bën. Sot beso më shumë te vendimi yt dhe mos shiko vazhdimisht pas Vigjeresh. Peshorja, letra e tarotit për 26 gusht Peshore, faqja e shpatave e përmbysur. Kjo letër të këshillon të jesh më i kujdesshëm me komunikimin. Mund të kesh shumë mendime, ide dhe fjalë për të thënë, por nxitimi mund të sjellë keq kuptime. Do ta ti di shumë mirë çfarë dëshiron të shprehësh, por njerëzit përreth mund të mos të kuptojnë në të njëjtën mënyrë. Në punë mos dërgo mesazhe ose mos merr vendime pa i kontrolluar me detajet. Në dashuri, shmang reagimet e menjëhershme dhe mos vi përfundime pa dëgjuar të gjithë historinë.
Sot, pakjetësi mund të të kursej shumë probleme. E mesazhi i tarotit: mendo para se të flasësh, dëgjoj para se të reagosh dhe mos lejo energjinë e shpërndar të ndikojë në marrëdhëniet e tua. Ngadalëso ritmin dhe fjalët e tua do të kenë më shumë pesh. Akrepi. Letra e tarotit për këtë të mërkur, mbreti i pentakulave i përmbysur akrep. Kjo letër të fton të reflektosh mbi atë që të jep vërtet siguri. Mund të ndjesh nevojën për të kapur fort pas parave, sendeve materiale ose një pozicioni që të bën të ndihesh i mbrojtur, por kjo letër të kujton se vlera dhe stabiliteti yt nuk përcaktohen nga ajo që zotëron. Në punë dhe financa, trego kujdes që frika dhe humbjes të mos të bëjë për kontrollues ose të marrësh vendime vetëm për sigurinë materiale. Në dashuri, mos e mat sigurinë emocionale me atë që dikush të ofron materialisht. Në mesazhi i tarotit, siguria më e fortë fillon brenda teje. Kur beson te vetja dhe aftësitë e tua, nuk ke më nevojë të kapesh fort pas gjërave për të ndier i sigurt. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të mërkur, 9 kupa shigjetar. Kjo letër të kujton të mos e shtysh lumturinë për një moment të ardhshëm. Mund të mendosh se do të ndihesh vërtet i lumtur kur vetëm pasi të arrish një qëllim, të fitosh më shumë para ose të realizosh një dëshirë të madhe, por letra të fton të shohësh atë që ke sot dhe të jesh më njohës për të. Në punë, vazhdo të jesh dhe të ndjekësh ambitit e tua, por mos harro të vlerësosh për parimin që ke bërë deri tani. Në dashuri, lejoje veten të shijosh momentet e bukura, pa kërkuar gjithmonë diçka më shumë. Dhe mesazhi i tarotit: jeta nuk është vetëm destinacioni, lumturia gjendet edhe gjatë rrugës. Mos prit që diçka të jetë perfekte për të buzëqeshur dhe për të ndier bollëk në jetën tënde. Britsjapi, letra e tarotit për 26 gusht, Hierofanti. Kjo letër të kujton se nuk e pse ti mësosh të gjitha gjërat vetëm. Ti mund të jesh mësuar të mbështetesh te forca jote, përvoja dhe logjika jote, por sot mund të përfitosh shumë duke dëgjuar dikë që ka kaluar më parë në një situatë të ngjashme. Në punë, një këshill nga një koleg me më shumë eksperiencë mund të të japë një drejtim të ri. Në dashuri, mos të mgull se vetëm mënyra jote është e duhura. Dëgjimi dhe mirëkuptimi mund të sjellin më shumë afërsi. Kjo letër gjithashtu lidhet me traditën, dijen dhe mësimet që kalojnë nga brezi në brez. Dhe mesazhi i tarotit: mençuria nuk vjen vetëm nga përvojat e tua, ndonjëherë përgjigja që kërkon gjendet te një person, një mësim ose një mënyrë e vjetër të menduari që ende ka shumë për të mësuar. Ujori, letra e tarotit për 26 gusht, Dekja, mos të trem nga emri i letrës Ujor. Kjo letër sjell një mesazh të fortë për ndryshimin dhe përfundimin e një cikli. Mos të trem, sepse ajo nuk nënkupton dëshmërisht diçka negative. Mund të jesh pra fundit të një periudhe të rëndësishme të jetës, ose të jesh duke përjetuar një ndryshim që të kërkon të përshtatesh. Në punë, një kapitull mund të mbyllet për të hapur një rrugë, një mundësi të re. Në dashuri, mund të jetë koha për të lënë pas një situatë që nuk të shërben më. Është normale të ndjesh trishtim për atë që po largohet, ndaj mos i shtyp emocionet, por mos harro se çdo fund krijon hapësirë për diçka të re. E mesazhi i tarotit: mos u përqendro vetëm te ajo që po humbet. Ka ende shumë përpara teje dhe një fillim i ri mund të sjellë më shumë ëmbëlsi nga sa e imagjinon. Peshqit, letra e tarotit për sot, 2 shpatat peshq. Kjo letër tregon se mund të ndodhesh përballë një zgjedhje të vështirë. Mund të jesh në një pikë ku duhet të marrësh një vendim, por asnjëra rrugë nuk duket plotësisht e sigurt. Ndoshta po përpiqesh të shmangësh një të vërtetë ose po mendon shumë për pasojat e çdo zgjedhjeje. Në punë, mos e shtyp pafund një vendim vetëm nga frika se mos gabon. Në dashuri, një situatë e paqartë mund të kërkojë një bisedë të sinqertë dhe jo më shumë heshtje. Mbaj mend se ndonjëherë nuk ekziston zgjedhja perfekte, ekziston vetëm zgjedhja që përputhet më shumë me atë që ndjen dhe dëshiron. Dhe mesazhi i tarotit: mos prit që siguria absolute të tregojë rrugën, dëgjoj intuitën, prano se çdo vendim ka rrezikun e vet dhe bëj hapin që të sjellë më pranë paqes dhe qartësisë. Dhe ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkurë 26 gusht 2026. Ju falenderoj që na ndiqni, por mos harroni të abonoheni në kanalin tonë në Botaj Horoskopit. Ju uroj një ditë të mbarë.